Vllaznia duket se është shumë pranë zyrtarizimit të një tjetër përforcimi për sezonin e ri. Pas lëvizjeve të para në Mercato, emri më i fundit që lidhet me kuqeblut është ai i mbrojtësit ganez Randy Downford. Futbollisti 25 vjeçar i njohur për paraqitjen e tij me Skënderbeu në Superiore, po përflitet prej ditësh si një objektiv konkret i klubit shkodran. Madje vetë lojtari ka shtuar dyshimet për një transferim të mundshëm në Shkodër përmes një publikimit në rrjetet sociale, i cili është interpretuar si një sinjal i qartë për afrimin e marrëveshjes. Burimet pranë klubit dhe vetë lojtarit bëjnë të ditur se kontaktet mes palëve kanë avancuar ndjeshëm dhe se transferimi mund të zyrtarizohet shumë shpejt. Nëse gjithçka shkon sipas planit, Downford do të bëhet një nga afrimet e para të vllaznisë në prag të sezonit të ri dhe pjesëmarrjes në Kupat e Europës. Drejtuesit kuqeblu po punojnë për të forcuar skuadrën në të gjitha repartet, ndërsa mbrojtja konsiderohet një nga sektorët ku kërkohen alternativa të reja. Në këtë kuadër, profili i Randy Downford shihet si i përshtatshëm për objektivat që ka vendosur klubi shkodran. Mbetet për të parë nëse në ditët në vijim do të vijë dhe konfirmimi zyrtar, por të gjitha sinjalet tregojnë se mbrojtësi ganez është gjithnjë më pranë veshjes së fanellës kuqeblu.